Zoti të rujt na preku shumë rasti jëtë. A duna edhe me I komentu? Po, mund është shkurt diçka me komentu. Okej, faleminderit shumë për komentin. Kjo ka qenë edhe ideja pse unë jam hinë big me e sensibilizu pak me bo ma normale një smundje ose një sfidë që njëri e kalon njetë. Edhe më vjen mirë që është marrë mirë, është përcjellë mirë, dhe pse s'kon qëllimi jam ishti njerëz me kajtë. Edhe mesazhe edhe fotografitë ishin në një moment të duhur edhe një moment shumë I bukur që të shtyjnë edhe të tjerët të ndihen mirë me veten e tyre. Po, Lita ti e din që rasti jam është, domethënë ka 10 vite, kur është për fol për operimin time, kur kam kërku ndihmë financiare, po s'kam qenë e gatshme me edhe mosha në shtamare, s'kam qenë e gatshme me I publiku fotot se ç'është duket trupi. Po e ndjeva që nuk e di tash jam shumë rahat me veten edhe ndjeva që duna me përcjell si mesazhe edhe të femna tjera. A pat impakt ai mesazh të cilën deshte me përcjell sepse edhe ata të cilën ndoshta kanë pas një fije dyshimi tek ato kampanja para 10 viteve, a mendon që erdhi ai momenti që e kuptuan? Pikërisht për këtë se e dim mentalitetin, vendin ku jetojmë, gjithmonë ka vend për dyshime, por më ka bo përshtypje veç një koment, përveç krejt aty në, që wow, forca, bravo, edhe është marrë si mesazh I bukur, edhe që e kanë pa që unë vazhdoj jetoj njëjtë edhe me një tumor në trup. E po është një mesazh që kishton që mos e ka bo Photoshop për më viktimizu në big. Gjithmonë ka komente. Tash nuk ja vlen, diçka që to jetën për veti dhe s'ja vlen më justifiku për kërkon. A unë e di që kom marrë kur kom dalë për shtëpi shumë komente pozitive, shumë gra dhe shumë femna që janë të luftu me kancer, me smundje të ndryshme, me humbje dikujt. Më kanë shkruar edhe më kanë thonë që e kanë gjetë forcën edhe që nuk e di mesazhe motivuese. Po. Që na sjell jeta. Sukon kë Big Brother, po shtëpia e Kosovës u quajt. Nuk e di. Ti ki qenë edhe të shtëpia e Kosovës. Edhe të shtëpia e Kosovës, po këtu është nashta edhe për që ato unë nuk është që e kum jap maksimumin se veç një herë kum përjetu edhe për që ato thonë kur të përjetohet një herë nuk ja vlen dytën herë. Për ty cila ka qenë më interesante si eksperiencë? Shtëpia e Kosovës. Hajde zgjedhna një koment tjetër. Gjithë je vesh ndryshe. Ja, ku e kemi? Po, nuk e di pse, më pëlqen më duk pak ma ndryshe edhe me stil me rreziku, po gjithmonë në kufit e med, stili tam. Sa të ftoj të ulesh në hot seat. Okej. Faleminderit. Nuk ishin aq të rrezikshme komentet,